Shkëndia sonte në Lubian kundër NK Bravo zhvillon ndeshjen e parë të raundit të dytë kualifikues në UEFA Conference League. Ekipi mbrom ka mbajtur seancën zyrtare stërvitore, ndërsa në preskonferencën zyrtare, trajneri Pollozhani dhe futbollisti Endrit Krasniqi u shfaqën optimist për epilogun pozitiv në këtë ndeshje. Nga pret një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse unë e kam potencuar edhe tek konferencat tjera që Kupat e Europës kanë një specifik që sa më shumë turët kalojsh vështirësitë aq më shumë shtohen, që do të thotë duhet të jemi gatshëm 100% nga i pari deri i fundit për një performancë ose për një pjesë të parë 90 minutë që na pret këtu në Sloveni, sepse është me patjetër që të kemi një performancë të mirë si nga aspekti teknik ashtu edhe nga aspekti taktik, sepse na duhet pastaj për të vazhduar për vazhdimsinë, sepse janë ndeshje të forta, ka patjetër që duhet një qasje jashtëzakonshme, sepse sa më shumë kalojnë turët edhe vjen vështirësia është edhe më e madhe. Duke u bazuar tek kjo, unë mendoj që nga i pari tek i fundit duhet t'jap maksimumin, sepse këto ndeshje të tilla janë specifike, duke marrë parasysh edhe vështirësinë që ta jep kundërshtari. Mendoj që Evropa nuk besoj që ka ekip të dobët dhe që luajnë në këtë nivel, kështu që ekipa ka punuar shumë mirë dhe besoj që është e gatshme dhe shpresojmë që të kemi fatin dhe të arrijmë atë që dëshirojmë, kalimin tutje. Përballja e parë e raundit të dytë të eliminator në UEFA Conference League ndërmjet Bravos dhe Shkëndijës luhet sonte në Lubian me fillim në ora 20:45, kurse drejtësinë do ta ndajë Treshja e Referëve nga Finlanda.